Jacqueline Legatari dhe Aulon Kalaja janë përfshirë në një debat të ashpër në një studio televizive në lidhje me ligjin për barazinë gjinore. Ata akuzuan njëri tjetrin se paguajnë për agjendat të caktuara, teksa debati përshkallëzoi edhe në ofendime. Kalaja: unë nuk kam marrë fonde për të mbrojtur familjen, agjenda merr fonde për të shkatruar familjen, ndërsa unë nuk kam marrë për ta mbrojtur. Fakti që ti po e mbron këtë nis tregon që është agjend. Legatari: është pa logjik kjo që po thua. Agjenda e tij financohet nga Rusia nëse po flasim për agjenda. Kalaja: ata që janë sponsor të ligjit që kalojnë në parlament, ata janë sponsor të shkatrimit të familjes. Legatari: nuk merr njëri lek për të shkatruar familjen. Kalaja: doli në televizion moj. Legatari: del një budalla dhe hedh një gur dhe pastaj nuk nxjerrin dot gurin nga lumi. Kalaja: këta do hynë në shkolla, do abuzojnë me fëmijët, prindrit të kenë kujdes dhe të jenë pjesë e bordeve shkollore, të kontrollojnë librat e fëmijëve. Legatari: paguesh për këto që po thua, se kjo është propagandë. Kalaja: nuk paguajmë për të mbrojtur familjen. Legatari: si mund të ndërlidhësh shenjat e kancerit me transgjinorët? Më vendose kasetën e propagandës. Kalaja: unë jam pjesë e mbrojtjes së familjes dhe do e mbroj me çdo armë nga ju që e shkatroni. Legatari: diferenca mes nesh është që ti e shet familjen tënde. Kalaja: ti je mbrojtës i asgjës. Ju jeni të destinuar ta humbisni këtë betejë, mbështeteni nga forcat e errta. Pse nuk e hedh në referendum këtë? Legatari: të gjithë duan barazinë gjinore. Ti trembesh nga 5 veta. Unë e dua referendumin. Je mashtrues ordiner. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.